Si që ndron gjykimi i kthimit të borxhet në islam me vlerë më të madhe sa vetë borxhi. Dietarët kur pyet për këtë çështje kanë thënë se nëse një person i merr ndokujt borxh, dhe kur të vjerë koha për mbushjes së borxhit, ja kthen borxhin me diçka më të madhe, domethënë pezojmë ka marrë borxh 500 euro, dhe ai dëshiron me jap pak më shumë, mirë pa bën për dëshirës tij, për shkak durimit që e ka prit, për shkak ndërmjesës që e ka bërë dhe do vetëm si dhuratë më bë, kjo lejohet dhe nuk ka të keqen në të. Nëse personi kia ka vanu borxhin dhe personi e kurrëzon, ka dush me thonë që e ka që borxh se ma ke vanu borxhin, atër kjo quhet kamat, nuk e lejohet. Ndërsa nëse ke bën për shkak sabrin dhe durimin që ka bërë dhe i ka ndihmuar ditët e vështira, ka qenë dhe do me aktiv me borxh më të mirë, atër kjo lejohet dhe preferohet gjithashtu dhe nuk ka të keq. Argument për to është hadithi ku profeti alayhis salam ka thënë, njerëzit më të mirë janë ata që e përmbushin borxhin në mënyrën më të mirë. Po ashtu dietarët kur kanë folur për jetën e profetit alayhis salam ka thonë, kur profeti alayhis salam mirte borxht, e përmbushte në formë më të mirë se sa vetë që merrte atë borxh. Pra, nëse personi nuk e kurrëzon, edhe që dëshiron me ia dhon dhuratë pak më shumë, nuk ka të keqe, lejohet, Allah e di më së miri.